Një fëmijë i lindur nga surrogacia është i bekuar nga Zoti? Çdo fëmijë është i bekuar nga Zoti, por surrogacia si proces është një proces i cili duhet të ndalohet dhe nuk duhet të legjitimohet në Shqipëri. Pasi ekspozon vajzat, gratë, nënat dhe vajzat shqiptare drejt trafikimit qenieve njerëzore. Projekti i surrogacisë në botë çdo vit paraqet një shumë prej 20 miliard dollarësh në vit. Pasi fëmijët mungojnë, bebet mungojnë sot në Evropë, bebet mungojnë sot në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Si rrjedhoi e uljes fertilitetit, si rrjedhoi një shumësi historisht, përfshi këtu edhe gratë që janë në botën e modës që nuk duan të ndin fëmijë vetë sepse i prishin linjë tru, por edhe i porosisin. Po shiko. Mund porosisësh një palë marrin me qira një bark të një nënë tjetër. Pra, mund e prezantoj gjyshin tim si kpucar në fillim. Pra mund porosisësh një palë kpucë. Mund porosisësh një makinë, një automjet. Edhe për aqo sa janë objekte dhe sende. Edhe një shtëpi mund ta porosisësh. Por njeriu shumë tepër se një objekt dhe se një send. Njeriu është një qenie e krijuar nga Zoti në mënyrë më të mrekullueshme të mundshme. Në konventin e fundit familjes që ne patëm vetëm pak javë më parë, kishim një zonjë që nuk ishte konservatore në thelbin e doktrinës saj ideologjike, por ishte liberale, e majtë, feministe madje, por ishte fëmijë surrogacie. Dhe tregoi krizën adoleshencën e saj. Çfarë moshe kishte? Kriza e saj në adoleshencë ishte moshën 17 vjeçare, por tani është 30 e ca vjeç. Po, ishte fëmijë surrogacie. Fëmijë surrogacie dhe tregoi krizën e saj emocionale. Pothuaj vendimet për të vrarë veten. Sepse kriza e saj emocionale dhe këto vendime ngjizeshin nga mungesa e theksuar e identitetit të saj. Ajo nuk dinte fëmia e kujt ishte dhe pse nëna e saj biologjike e kishte lindur dhe e kishte dhënë dikujt tjetër si diçka të pavlerë. Pra, është një histori shumë me një gravitet shumë të rëndë, por keni parasysh ligjvënësit tanë dhe shumica e majtë në Shqipëri, fatkeqësisht është interesuar më shumë tek parat se sa tek njeriu. Tregu i surrogacisë deri dje ka qenë i orientuar në Ukrainë, për shkak se Ukraina është një treg i mbyllur për shkak të luftës, duan ta kanalizojnë në Shqipëri. Duan ta shndrojnë Shqipërinë si kundër edhe kemi dëgjuar mediatikisht në një ferm surrogacie ku bebet prodhohen si patatet, domatet, karrotat, specat, orizi, vezët e pulave që marrim nga këto fermat e pulave. Po njeriu është shumë më tepër se kaq. Mohimi më i madh që mund i bësh një fëmijë është mohimi i nënës biologjike, i babait biologjik. Detyra jone të gjithë është të mbrojmë fëmijët, të mbrojmë familjen, të mbrojmë atdheun, të mbrojmë nënat edhe vajzat tona.